ku për sa i përket lirisë ekonomike, renditet përpara vendeve si Polonia, apo Bullgaria, apo Kroacia, apo Hungaria, apo Greqia e kështu me radhë, dhe po ashtu dhe për lirinë njerëzore, ndërkohë që për lirinë ekonomike është në pozicion më të mirë se 2 apo 3 vende përpara saj. Është një pasqyrë pozitive, natyrisht raporte ka shumë, indekse ka shumë, po duke qenë se raportet pozitive dhe indekset pozitive nuk bëjnë lajm, shfrytëzoj rastin për ta ndarë këtë me ju si një lajm të mirë, nga shumë lajme të mira për Shqipërinë, të cilat, si që thash, nuk bëjnë lajm. Po përpiqem të prek pak disa fusha kryesore, duke filluar nga ekonomia. Jemi në një vit ende që në aspektin e ekonomisë është nga më të mirët, me të dhëna shumë pozitive dhe shumë inkurajuese, dhe parashikohet që të mbyllet me një rritje ekonomike 3.9%. Pra, pothuajse 4%, që është një rritje kuptim plot dhe mbase më e larta në të gjithë këtë pellg ku gjendemi ne në kontinentin tonë. Ndërkohë që bizneset e reja janë shtuar me afro 20% në 11 mujorin e vitit, sepse keni parasysh nuk i kemi dhënat e dhjetorit, investimet e huaja vetëm në 3 mujorin e tretë kam pasur një rritje mbi 10%, dhe stoku i investimeve të huaja është domethënës dhe më i lartë me mbi 10% krahasimisht me vitin e mëparshëm. Paga mesatare në 3 muajt e tretë ka rezultuar 833 euro, që është një rritje domethënëse. Kemi për pak ditë edhe hyrjen në fuqi të ligjit për pagën minimale, që shkon në 500 euro dhe do të prek një numër të konsiderueshëm punonjësish, qoftë në sektorin privat, qoftë në sektorin shtetëror.